Ndeshja kualifikuese e Italisë kundër Izraelit për Kupën e Botës të martën në mbrëmje u mbyll nga një marshim i madh pro-palestinez në qytetin verior italian të Udinezes, i cili ishte kryesisht paqësor, por përfundoi në përleshje midis protestuesve dhe policisë. Italia fitoi 3-0 në një ndeshje që u luajt 4 ditë pasi anëpushimi në Gaza hyri në fuqi dhe një ditë pasi të 20 pengjet e mbetura izraelite u liruan dhe qindra të burgosur palestinez të mbajtur nga Izraeli u liruan si pjesë e marrëveshjes. Autoritetet e futbollit dhe të sigurisë kishin vendosur ndeshjen në kategorinë e rrezikut më të lartë për shkak të protestave të planifikuara, të cilat u zhvilluan pavarësisht marrëveshjes së anëpushimit. Në qendër të Udinezës të martën pasditë të paktën 10.000 njerëz morën pjesë në një protestë pa incidente për gati 3 orë përpara se të arrinte në ndalesën e saj të fundit. Në fund të marshimit rreth 50 persona me fytyrat e mbuluara filluan të përlesheshin me policinë, e cila përdori topa uji dhe gazlotësjellës për t'i shpërndarë. Protestuesit thuhet se po përpiqeshin të kalonin kordonet e policisë për t'u drejtuar drejt stadiumit, i cili ndodhet në periferi të Udinezes. Ata hodhën bariera metalike dhe objekte të tjera drejt policisë së trazirave, qelluan me fishek zjarr dhe u vun flakën kazanëve të plehrave. 2 gazetarë u plagosën në përleshje, ndërsa disa oficer policie u lënduan gjithashtu, sipas raportimeve të mediave italiane. Kryetari i Bashkisë së Udinezes Alberto Felice De Toni, i cili kishte kërkuar shtyrjen e ndeshjes, tha se qyteti dënon fuqishëm dhunën që ndodhi në rrugë në fund të demonstratës. Autobusi i ekipit të Izraelit u shoqërua për në stadium nga 13 automjete policie, përfshirë disa nga forcat speciale dhe disa motocikleta. Zhurma e helikopterëve mbi qytet kishte mbushur ajrin që nga mëngjesi i hershëm me dron të parë në qiell dhe snajper të parë gjithashtu në qatinë e hotelit të ekipit të Izraelit. Nuk pati ndërprerje serioze në ndeshje, megjithëse stafi i stadiumit u desh të vepronte shpejt për të parandaluar disa tifozë që të futeshin në fushë duke mbajtur flamuj palestinez. Më pak se 10.000 bileta u shitën për ndeshjen kualifikuese në stadiumin Friuli me 25.000 vende dhe duke se kishte më pak njerëz brenda stadiumit se sa në demonstrat. Sot nuk ishte e lehtë për ne, tha trajneri i Italisë Gennaro Gattuso. Dua të falenderoj policinë që ka bërë një punë të jashtëzakonshme gjatë këtyre ditëve.